Në mungesë të Partisë Demokratike, e cila bojkotoi edhe seancën e kësaj të njëjte, opozita në kuvende ka bërë deputetët Erald Kapri dhe Redi Muçi. Seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë këtë të njëjte nisi me debate për protestën prej 46 ditësh në Tiranë, deklaratën e ministres serbe, e cila deklaroi se do të spastronte etnikisht Kosovën. Redi Muçi ishte i pari që kërkoi reagimin e qeverisë dhe kryeministrit Rama në lidhje me këtë deklaratë, duke kërkuar qëndrim të njëjtë me atë të Kosovës që e shpalli ministren serbe non grata. Ju që ja doni kaq shumë të mirën Kosovës, përse votuat kundër njohjes së gjenocidit serb në Kosovë? Ministri i Jashtëm i Kosovës bën thirrje për qeverinë shqiptare që gjithashtu të mbajë qendrim të fortë, ta shpall persona non grata. Dhe ju merreni me çka ka ndodhur në një takim mes miq të Ramës me Vučićin, ku i shkëmbyen favoret politike njëri tjetrit, duke thënë gjysmëllafi njëri për Kosovën, gjysmëllafi tjetri kundër Kosovës. Dhe këtë na e quani patriotizëm të madh. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ju përgjigj menjëherë deputetit Muçi, duke u shprehur se qeveria shqiptare ka reaguar, ndërsa ka shpërsuar gjuhën ndaj deputetit Muçi. Është turp që të vish dhe të bësh politikë. Sa i përket Edi Ramës, ti dhe ata shokët e tuaj duhet lani gojën mirë, sepse Edi Rama është i vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi që nga 1912 i cili çështjen e Kosovës e ka ngritur mund mes Beogradit dhe ka bërë me dije qartësisht edhe sfundmi në Bruksel, edhe në Beograd në tetor të vitit 2014 që Kosova është shtet i pavarur dhe Shqipëria mbështet fuqimisht, jo vetëm e ka mbështetur pavarësinë, sot mbështesin fuqimisht antarësimin e Kosovës në NATO, antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Një debat i fortë u zhvillua në kuvend mes deputetit të opozitës Erald Kapri dhe deputetit magjorantës Ardit Bido, ku në fokus ishin qëndrimet ndaj Kosovës e marrëdhëniet me Serbinë. Kapri akuzoi kryesocialistin Rama për qëndrimet gabuara ndaj Kosovës dhe për afrimin me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ku e gjen guximin ish ministrja serbe që edhe pas 25 vitesh të fyej rënd shqiptarët e Kosovës mos jofin genocidin atje. Sepse e din që ka një aleat në Tiranë, që hesht. Kjo është. Kërkojnë ta mbushin mendjen tani edhe me përralla kombëtare. Nga ana tjetër, deputeti socialist Ardit Bido kundërshtoi akuzat e Kaprit duke i cilësuar ato si populizëm. Kosova, një republikë e pavarur, të njihet si realitet. Populizmi përkundrejt fakteve, sepse spastrimi etnik është i papranueshëm në çdo rast. E në rastin që ndaj kombit tënd, në çdo hapësirë gjeografike të kombit tënd. Seanca vijoi me debate për protestën qytetare prej 46 ditësh në Shesh, ku kërkohet ndërheqja e kryeministrit Rama dhe e qeverisjes së tij.